të bëshin prostitutat të tyre e të tjera dhe përjedhoj krijuan klimën jo thjesht dhe vetëm të një terrori, por edhe të një gjakmarrje të jashtëzakonshme, sepse ata që pësonin viktimat e këtyre krimeve, vëllezërit e atyre vajzave që vriteshin, apo prindrit e tyre, apo të grave që rëmbeshin dhe çoheshin për prostituta, apo edhe atyre që e kishin pronën e tyre, tokën e tyre, në trashëgim nga stërgjyshit blerë me flori, ata vajtën u arrëmbyen si pa gjetë keq dhe një pasurinë e tyre kishin, bje fjala, në pjesë të ndryshme të atë dheu dhe pasaja muarën pjesë luani të tjerve në rrethinat e Tiranës apo në Bregdet e tjera me radhë, të gjitha këto që i la, dhe që i nëziti politika e 92 deri 97-ës, dhe pastaja që kurorëzoi me atë krimin më makabër, të thoshja unë, që u rrëmbeu gjithë kursimet emigrantëve shqiptar që ikën, me anije, ikën maleve, një pjesë e madhe e tyre ngelin dhe të vdekur andej, pa ajo pjesë që punoi Pruri Goxha, remintanca në Shqipëri, dhe ja mori qeveria e Berishës 4 miliard, ja beri rrushe kumla dhe pastaj u falimentuan ato firmat piramidale që vetë i krijuan, të gjitha këto krijuan terrenin që kriminaliteti në këtë vend të ishte sheshit, edhe hakmarrja, mlefi, urrejtja, vandalizmi e të tjera të bëshin pjesë përberëse e jetës tonë, sepse të fortët donin të fortë dhe përjedhoj, pastaj filluan u bën me parat madhe dhe parat e mëdha që muarën, nuk ja jepnin thjesht dhe vetëm politikës, po ja jepnin kryesisht atyre që kishin ndjekjen penale, u ja jepnin kryesisht atyre që kishin dorë hetimet, ja jepnin kryesisht edhe policisë shtetit, ja jepnin edhe gjykatësve, edhe prokurorëve, dhe përjedhoj ata i shtonin krimet e tyre, dënime nuk merrnin. Depërtonin shumë. Po, dhe ata u futën aq thellë sa ata s'duam ta pranojmë, domethënë vitet 1992 deri në vitin 1998 që filloi një farë, domethënë ndërtimi institucional, por që vazhdoi deri në vitin 2001 të paktën, çdo gjë ishte thuajse pa komanduar dhe ata ishin shtet brenda shtetit dhe që kishin fuqinë edhe forcën. Po tani problemi është në Elbasan, në Vlorë, në Shkodër, në Durrës, po edhe në Tiranë, në Fier, janë disa zona në Lushnjë. Krimi ka qenë, domethënë, plagë e rëndë, edhe akoma ekziston, por çështja është e klima. Unë u thash, për atë klimë kriminale që vazhdoi deri në vitin 2001-2002, dhe pastaj kur filloi që klima të ndryshonte, edhe me të mos mbillej kjo farë, por gjithmonë më shumë të forcoheshin, qoftë edhe sadopak, organet ligjzbatuese, atëherë këta filluan, domethënë, fillimisht filluan të vristin njëri tjetrin, pastaja u bën objekt i goditjeve të forta edhe të policisë shtetit, dhe ne sot shikojmë që sidomos, domethënë, në këto vitet e fundit, flas që nga reforma në drejtësi dhe nga bërja reformës në drejtësi, nga pastrimi i gjykatave dhe prokurorive, dhe nga krijimi i klimës që do zhduken të tërë këta që kanë bërë korrupsion dhe që të nxirrnin vetëm po të mbushje lekët me xhep, sado kriminal tishe, sado vrasës tishe tjera me radhë, dhe ra ky mit, sa filloi të binte ky mit, atëherë filloi kriminaliteti të gjallonte dhe të dilte në shesh, të dilte në sipërfaqe, por nga ana tjetër edhe lufta kundër tij filloi pastaj të bësh më efikase. Ne sot, për hir të vërtetës, kemi arritur në nivelin që kriminalët tashmë vrapojnë, në kuptimin e mirë të fjalës e themi gjë të tillë, vrapojnë që të bëjnë për vete
prokurorin të bëjmë për vete gjukatën, jo me leke me tjera, po me pendime. Me pendime. Jo, me pendime nuk kemi shumë avokat. Po pak Aida ka tjetër këmbështrim. Tani bota e krimit nuk po vrapon më të kap as prokurore, as gjukatës, as nuk e jo në këtë aspekt, se kam në këtë aspekt. E kam në aspektin që duan të kryoj edhe njëherë. Ku ne nuk kemi marrëdhënie diplomatike dhe marrëdhënie politike, me qëllim që të shpëtojnë edhe atje janë të vdekur ata, e din vetë, edhe atje din vetë ata që janë të vdekur, sepse nuk ka vende në botë, sa do sot të mos kenë marrëdhënie me Shqipërinë, edhe Dubai nuk ka, do më thënë, nuk e ekstradon e tjera, thoshim neve, por faktikisht përna i bje. Dion, edhe në ato vende që nuk kemi ne... Kur e thoja unë avokat ka thonin jo, nuk do ndodhi kur, nuk ndodh. Edhe me ato vende që nuk kemi marrëveshje, tjeri të bindur, nuk kemi marrëveshje sot, do kemi se zbën nesër, dhe ata e din fundin e tyre, por e kisha pendimin në aspektin që... Në aspektin që këta duan të bajnë mirë tani me prokurorin dhe me gjukatën, për të siguruar një lloj pendimi, do më thënë, si rrethan letësuse për veprën penale që kryejmë. Jo në atë që të tregojnë shokët e tjera, po për veprat e tyre. Jam shumë dakord. Arrestohet dhe një tjetër personazh i botës së krimit, jo shumë i njohur, Dritan Gjika. Kishte patur dhe një reagim nga presidenti Kolumbis, tha ky personazh ka dashur dhe të më ekzekutoj. Është e vërtet apo jo dhe çfarë po ndodh? Ka i fuqishme janë bandat shqiptare ose individ shqiptar në Ekuador? Ai në